Murat Ahmeti, edhe për këtë këngëtar nuk kemi të dhëna biografike për të plotësuar atë kuadër të domosdoshëm të studimit fizionomik të çdo këngëtari që kemi marrë për të analizuar në këtë libër monografik. Për Murat Ahmeti nuk kemi gjetur asnjë të dhënë qoftë edhe gojore sepse ky këngëtar paraqet shumë interese artistike duke dëgjuar ato çfarë na ka lënë nga regjistrimet e tij në disqe, si për vokalin ashtu edhe për interpretimin. Ka një zë të fuqishëm tenori lirik që shkon pa vështirësi mjaft lart, me një përdorim të shkëlqyer të zërit me sfumatura e lëshime shumë shprehse, breslënse e diksion të pastër. Prononcimi i zanores se është i hapur por jo i keq, pak i vendosur përpara në mask. Që të 6 regjistrime që gjetëm nga ai i përkasën një niveli të vështirë të repertorit të ahengut qytetar shkodran, në mes të cilave dhe 2 jarëve, ndër më të njohura dhe më të vështirat për të ekzekutuar me art, si Marshalla Bukurisate dhe Niklef Marta Qova. Kurse këngët e tjera janë edhe ato shumë të njohura, por edhe me eksigjenca vokale si Të mërkurën, Ty Sahati, Të shtunën nuk këndua Fërmani dhe Krisi Topi Gjëmojdeti. Të kënga Të shtunën nuk këndua Fërmani, këngëtari tregohet më i mbyllur vokalisht, por shkëndon me ngjyra vokale. Shkon lart pa vështirësi dhe me sigurinë e tij vokale krijon një dëgjim shumë pëlqyeshëm. Të kënga Të mërkurën, Ty Sahati na paraqet 2 variante interpretimi e që i përkasin të njëjtës këngë. Kënga Niklef Marta Qova dhe Të mërkurën në Ty Sahati nuk kemi ndonjë gjë pozitive për të nënvizuar. Ashtu siç thamë dhe pak më lart, prononcimi i zanores është pak i cekët, më tepër se duhet, e hapur e larg vendosjes së zanoreve të tjera. Te kënga Niklef Marta Qova, në fillim të këngës këngëtari paraqet një kadencim prej disa masash që sot nuk ekzistojnë. Në përgjithësi, zanori ai është e vendosur shumë mirë në mask si rezonim i pastër dhe i ndritshëm, shpeshherë ngjyrosur dhe zhvilluar nga ana shprehëse. Ajo që të bën përshtypje te ky këngëtar është se shumë këngëtarë të kësaj periudhe kanë kënduar pa rezerva vokale e të drejtë për drejtë e pa hile, të cilën mendoj, thot profesor Ferit Bala, se kanë bërë me një qëllim të caktuar që në dasma zëri i tyre të dëgjohet gjithandej, si për atë që është afër, ashtu dhe për atë që ndodh më larg. Jarën tjetër, Marshalla Bukurisate, Zoti Murati, e këndon në rrjedhshëm dështruar, e me ritëm të ngadalshëm e me shumë patos të brendshëm, me fraza të ndërtuar logjikshme me ndjenjë. Gjatë strofës, nga ana strukturore, si për shembull strofa këndohet vetëm një herë, kurse sot ajo këndohet 2 herë. Murat Ahmeti është shumë harmonik në ndërtimin frazeologjik dhe me një mbështetje të fuqishme e vokale. Sipas asaj që dëgjuam, duket se ka patur një fuqi vokale të konsiderueshme, sidomos në regjistrin e lartë, ku ai lëviz lirshëm. Në këngën Krisi Topi Gjëmojdeti, zbritjet ose glisandot janë realizuar në mënyrë të shkëlqyeshme. Kalimet në regjistrin e sipër bëhen në mënyrë të natyrshme pas forcime, megjithse këndon shumë lart. Pikërisht në këtë pozicion të lartë, ndërton një zanore o shumë të bukur e të mbështetur mirë në diafragëm. Si realizime më të mirë të tija janë 2 këngët e fundit, të cilat ne sapo i komentuam. Pjetër Nushbushati, në këngën Mjedis ballit më ke një pikë, i vetmi material faktik që gjetëm nga ky këngëtar, tregon se ka patur një zë të bukur dhe të fuqishëm dhe shumë të intonuar. Këndon këngën me patos emocional dhe mjaft ngrohet vokalisht. Vokali i lëviz lirshëm si lart dhe poshtë. Në interpretimin e tij nuk paraqiten maniera vokale si tek shokët e tij pararëndës, gjë që e bën më të pranueshëm për të dëgjuar. Shoqërimi shumë i dobët, kështu që edhe këngëtari gjatë zhvillimit të jarës në shumë vende mbetet poshtë dhe i pambështetur harmonikisht dhe ritmikisht. Në këtë mes, e rëndësishme është se këngët e tij dhe të vështira për të interpretuar vokalisht janë përballuar me sukses nga këngëtarët e asaj periudhe.